ceremoninë mortore, mes një heshtje të rëndë dhe lotëve që nuk pushonin, bashkëshortja e shpat kasapit mori fjalën me duar që i dridheshin dhe me një zë që mezi e mbante. Të gjithu drejtuan nga ajo, por shikimi i saj mbeti i fiksuar vetëm te fotografia e shpatit, sikur të kërkonte ende një përgjigje, një ngushëllim, një shenjë jete prej tij. Ajo nisi duke thënë se nuk ishte e përgatitur për një ditë si kjo, se as në ëndrrën më të keqe nuk e kishte menduar se do ta përcillte burrin e saj të ri dhe të buzëqeshur kaq herët. Theksoi se shpati ishte jo vetëm bashkëshorti i saj, por njeriu që i jepte forcë çdo mëngjes, njeriu që e qeshte edhe në ditët më të vështira, dhe sipas saj, një zemër e pastër që nuk i bëri keq askujt asnjëherë. Teksa fliste, ajo rrëfeu se ditët e fundit që kaluan bashkë në Itali ishin menduar të ishin ditë normale, ditë kujdesi për djalin e tyre. Asgjë nuk paralajmëronte tragjedinë që do të ndodhte. Ajo kujtoi momentet e fundit, duke thënë se gjithçka ndodhi shumë shpejt, aq shpejt sa nuk pati kohë as të kuptonte, as të mendonte, aq më pak të besonte. Në fjalimin e saj, gruaja e shpatit u ndal gjatë te djali i tyre i vogël. Me latë në sy, ajo tha se zemra i qahi nga mendimi se i vogli nuk do ta kishte më pranë babain e tij. Por se ajo do të bënte gjithçka që ta rriste me dashurinë e shpatit, duke i treguar çdo ditë se sa njeri i mirë ishte babai i tij. U shpreh se shpati kishte qenë ëndra e çdo gruaje, një partner që mbështeste verbërisht dhe një babai jashtëzakonshëm që jetonte vetëm që djali i tij të ishte i lumtur. Në një moment që preku të gjithë të pranishmit, ajo tha se vetmja gjë që e mban në këmbë është fakti që shpati ka jetuar një jetë të pastër, të ndershme dhe të mbushur me dashuri. Shtoi se ajo nuk do ta lejoj askënd të rrësoj kujtimin e tij, as me thashetheme, as me shpifje, duke theksuar se shpati nuk ka njohur kurrë rrugë të errta dhe as zakone të dëmshme. Ishte një djalë i mirë, tha ajo, një njeri i qetë, i edukuar dhe i drejtë. Në mbyllje të fjalimit, ajo u kthye drejt arkivolit dhe tha se do ta donte gjithmonë, se as vdekja nuk mund ta shkatrojë lidhjen që kishin ndarë, dhe se shpirti i tij do të mbetet gjithmonë në shtëpinë e tyre, në fytyrën e djalit, në çdo kujtim, në çdo frymëmarrje të saj. Mbylli fjalimin me një fjali që e la gjithë turmën të përlotur. Ai iku, por dashuria e tij do të jetoj për jetë në mua. E gjithë turma shpërtheu në duartrokitje për respekt, ndërsa zëri i saj u fik mes lotëve. Fjalët e saj u bën jehon e dhimbjes mave që la pas humbja e shpat kasapit, por edhe një dëshmi e pashlyeshme e dashurisë së tyre.